ndoshta më vonë. Sa herë e kemi thënë këtë fjali? Të paktën secili prej nesh e ka thënë sikur vetëm një herë në jetën e tij këtë fjali, apo në jetën e saj, dhe të paktën një herë ne e kemi lënë diçka për më vonë. Një punë të pakryer, një takim të pabër, një fjalë të pathënë, dhe një kohë të pashpenzuar me të dashurit tanë. Dhe sado e thjeshtë të duket, diçka pa vlerë, në fakt ka vërtet shumë vlerë. Sepse diçka shumë e vogël mund të na lërë një peshë pendese shumë të madhe për të gjithë jetën. Në momentin që ne nuk kemi kaluar shumë kohë për shembull me njerëzit e zemrës, me familjarët tonë, me prindrit tanë, me dikuj që ne e vlerësojmë vërtet shumë. Po sikur nëse pas nesër mos të jenë më aty për ne. A e keni menduar ndonjëherë këtë? Sepse ndodh dhe ka ndodhur dhe jam e bindur që mund të kenë ndodhur dhe për ju. Nuk e uroj për askënd, por çdo eksperiencë është një mësues shumë i mirë dhe çdo eksperiencë ne na tregon që radhën tjetër apo tani e tutje, ne të vlerësojmë çdo moment, ne të vlerësojmë çdo gjë që kemi, ne të vlerësojmë edhe gjërat më të vogla, sepse nesër ndoshta nuk i kemi. Apo pas një minuti, koha është iluzion. Në një moment të dytë, ne nuk i kemi. Çdo gjë është në një lëvizje të vazhdueshme, çdo gjë është në një cikël që i vjen koha dhe nuk është më tek ne në realitetin ton fizik. Pra çdo gjë fizike dhe e prekshme nuk është e përjetshme. Është aty për një farë periudhë specifike, të gjata por të shkurtër sipas perceptimit ton, sepse edhe këtu lë vend për të dyshuar fakti që është e gjata apo e shkurtër kjo eksperiencë, sepse qenie të ndryshme nuk kanë të njëjtën perspektivë. Për shembull, jeta e një milingone është 1 deri në 2 vite. Jeta e një blete është 1 deri në 2 muaj. Dhe jeta e një fluture është 1 deri në 2 javë. Ndërkohë që jeta jon apo jeta e për shembull qenve dhe maceve është deri në 17 vite. Ndërkohë që jeta jon është deri në po marrim mesatare 80-90 të dëshirueshme, por që me kalimin e viteve kjo konzjatje do të zjatet edhe më shumë, sepse teknologjitë po avancojnë dhe ne do të jemi në gjendje që të mund të zgjasim këtë lloj jete, të themi. Nga ana tjetër, nëse ne zgjasim, do të ishte bukur shumë që ne të kishim lumturi, dashuri dhe njerëzit tanë pranë, sepse mund të jetojmë shumë gjatë vetëm dhe kjo nuk do të ishte edhe aq e bukur apo jo. Por mund të jetojmë një jetë shumë të bukur, ndoshta të shkurtër, por me njerëzit e zemrës dhe të plotësojmë misionin e kësaj jete dhe të jemi të lumtur dhe të bëjmë maksimumin ton, është si të thonim, po e supozojmë që jeta jonë është 1 ditë. Nëse ne jetojmë këtë ditë në maksimum dhe bëjmë aventura të mrekullueshme dhe çdo minutë ka një gjë të bukur për të eksploruar, kjo jeta jonë, pra 1 ditë, do të ishte më e bukura në botë. Dhe këtë bëjnë edhe fëmijët, të themi të drejtën, dhe po ta shikoni edhe në këtë spektër. Për shembull, një person në 1 orë mund të ri, mund të flej, mund të mos bëj asgjë, mund të qaj, mund të mendoj, mund të bimendoj, por mund edhe të bëj aventura, mund të udhtoj, mund të jetë në shumë vende gjatë kësaj ore, mund të bëj 10 takime gjatë kësaj ore, e të tjerë. Pra, këtu e kuptojmë që koha është iluzion dhe mënyra se si ne e shpenzojmë të kohë do të thotë shumë. Nga ana tjetër, të mos lëm pendesa, pra të bëjmë maksimumin ton në çdo moment. Ti themi njerëzve që i duam, se i duam. Dhe të mos kemi këto hatërmbetje, të mos kemi këto si të thuash, këtë pjesën egoistike, pse duhet t'i flasun i pari apo e para. Ne t'i lëm të gjitha këto të shkojnë, ne t'i lëm të gjitha këto në të kaluarën, sepse pesha e pendesës për diçka të pathënë dhe për diçka të pabër është shumë herë më e madhe dhe më e rëndë dhe më e dhimbshme se sa thjesht po të ndjehemi të turpëruar se tham diçka apo po të thyejmë këtë akullin e egos që të themi ne të parë diçka. Edhe nëse nuk na e kthejnë në po të njëjtën mënyrë këtë dashuri dhe këtë që ne po i themi, nuk ka rëndësi. Ne jemi të qetë me veten tonë, që ne e duam këtë person dhe ne ja kemi thënë. Që ne
e duam të person dhe kemi kaluar kohë me të, dhe kemi bërë maksimumin, dhe kemi bërë më të mirën tonë, dhe gjithmonë kemi qenë të mirë me të tjerë, dhe gjithmonë kemi bërë gjën e duhur për të tjerët. Dhe në këtë moment, zemra juaj është e lehtë si një pupull, dhe ju jeni si magnet për gjëra pozitive, eksperienca pozitive, dhe edhe nëse më e keqja ndodh ndaj këtyre personave apo ndaj çdo gjë tjetër, ju jeni në paqe, ju keni dhënë maksimumin, nuk ishte në dorën tuaj, ishte për arsye nga më të shumtat që kanë të bëjnë ndoshta me të tjerët, por ju keni bërë maksimumin gjatë asaj kohe që ju kishit mundësi. Pra me gjithçka që ju keni në dorë dhe që jeni në kohë, ju keni bërë më të mirën, keni dhënë maksimumin. Kjo është më e mira të mirave, që ne të jemi në paqe me veten tonë, paqe të brendshme, në harmoni, në balans, dhe të jemi në këtë frekuencën e dashurisë, dhe të mirënjohjes që i kemi të gjitha këto që i kemi. Sepse dhe gjërat më të vështira dhe ndoshta jo aq të këndshme që ju mund të keni në jetën tuaj, janë mësuesit më të mirë, janë bekime që ju ndoshta do ta kuptoni më vonë, që ju kanë ndryshuar jetën, ju kanë transformuar, ju kanë formuar ju në këtë personin që ju jeni në të ardhmen, domethënë. Dhe në momentin që ju e takoni veten tuaj të ardhmes, pra jeni ky personalitet i ri, ju do ndjeni kaq mirënjohës për gjithçka që ka ndodhur. Edhe sidomos për më negativen të mundshme. Ajo ka qenë katalizatori që ju ka bërë ju ta që jeni, dhe që ju ka transformuar në këtë lloj mënyre, pra është si të thuash në një proces alkemik që ju ka kthyer ju në këtë gurë të çmuar. Kështu që mesazhi i kësaj videoje është që të jeni të mirë, të shprehni dashurinë tuaj, të shprehni të vërtetën tuaj, mendimin tuaj, opinionin tuaj, të bëni më të mirën dhe më e mira, ndoshta. Edhe nëse gaboni, nuk ka problem, mos e ndëshkoni veten, sepse kjo është ajo që mund të bëni në atë moment. Aq dinit, aq menduat se mund të bëni. Ndoshta radhën tjetër do të bëni më mirë. Por mos e ndëshkoni veten. Dhe gjithmonë përpiquni, sepse pjesa e përpjekjes dhe pjesa që ju doni, keni qëllime të mira, vlen më shumë se sa nëse ju bëni diçka të gabuar pa dashur. Nuk po them të gaboni me dashje. Pa dashur. Ju keni patur qëllime të mira, por pa dashur, ndoshta dikush është lënduar për diçka që ju keni bërë, që ju nuk e keni menduar. Nuk ka problem, radhën tjetër ju do ta mendoni, sepse kjo situatë ndodhi për një arsye. Pra mesazhi është që të jeni të mirë, të bëni me fuqinë që keni dhe me gjithçka që ju është ofruar, të bëni vetëm mirë. Dhe të bëni gjën e dur dhe të thoni mirësi, të shprehni mirësi ndaj të tjerëve. Sepse jo vetëm që do t'ju kthehet, por paqja e brendshme është diçka që nuk blihet me lek, është diçka që nuk ta dhuron dot kush, është diçka që duhet ta fitoni vetë, dhe është e juaja, dhe nëse e keni, është e sari më i çmuar që mund të keni. Dhe sigurisht që mund ta ndani me të tjerë dhe mund t'i ftoni të jenë pjesë e kësaj paqeje, por pa ju aprishur atë paqen tuaj. Mund t'i ftoni që të mësojnë ata se si të krijojnë të paqen. Kjo po. Faleminderit. Shpresoj që kjo video t'ju ke ndihmuar sadopak dhe shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.